suverenitet ka shi një organizatë ndërkombëtare. Dhe sovraniteti, ose ndarja e sovranitetit duhet me u ratifiku prej Kuvendit Kosovës si organi më i lartë vendimarrës në kësaj raste, sikurse marrëveshje ndërkombëtare. Mirë po, ky është një rast shumë më specifik, edhe nuk lidhet vetëm me Vjosa Osmanin, mendoj unë. Në rast se kërkesa ose këmbgulësia e presidentit Trump, që ne me dhonë kontribut në këtë bord të paqes përmes dërgimit të trupave, mundet me u bo një lloj bypassi i Kuvendit. Për shkak të insistimit amerikan edhe me një lloj dakordësie në heshtje të gjitha palëve në Kosovë. Mirë po në kuptimin procedural, formalo-juridik, juridiko-kushtetues, do duhej me kalun Kuvend si çdo marrëveshje tjetër ndërkombëtare. Unë e kuptoj presidenti i Republikës se ka njerë dhe na, kure nashta pak si shpesh të e trajtu, do njerëz ju harrojnë postet, kemi fillu me emën, Misir Vjosa, Albini, po presidenti i Republikës është komandant suprem i forcave të armatosuna, që nashta e ka pjesë prerogativit edhe me nënshkru për mi delegu ata në mision. Edhe mandej duhet Ministria Mbrojtjes mu marrë me detaje, po heshtja këtyne tjerëve nashta është tem. Ka mundësit në nëshkrunë, ajo mirë, po qatë në nëshkrim që vunë, ajo duhet me ardhë me amiratu Parlamenti Kosovës, prandaj kjo është ajo mundësi ligjore që jepet presidentit me nëshkru diçka, por qatë në nëshkrim me amiratu edhe Parlamenti Kosovës. Ma me Ermenia, se do të shhynë në kjo dhe randitje, po diçka kanë dhe punat më Gjithsesi ajo shka vrejet është që është konfirmim që kjo i Vjosa Osmani të ka me qenë trashëgimi e Vjosa Osmani. Ajo shka vrejet është që presidenti Osmani ka vepru kozhan janshëm në këtë dritim. Sepse edhe nuk ka pas kohë për konsultime me akterës të tjerë, si kryeministri ose parti politik. Vetëm me kryeministri mundet me mbrojtje të saj Kuvend s'ka pas. Qeveri, po ashtu. Mos deklarimi i institucioneve, si kryeministri, si ministri e punëve të jashtme, ministri i punëve të jashtme, si ka lidhur me këtë çështje, tregon diçka që ka ftohje në raport. Ka dhe mungesë të informacionit, sepse ftesa për Davos i ka ardhur 48 orë para se me s'ka lidhje se që konë këta larga ta kanë mujtë mu këshillu. Por në anën, do me thënë, politikën e brendshme... Në Davos kanë qenë krejt njëtën kohë. Se në marrë vesh, po në Davos kanë qenë njëtën kohë. Në kuptimin e politikës brendshme, i jep një lloj mbështetje të jashtëzakonshme Vjosa Osmanit si kandidatja me reputacionin më të lartë ndërkombëtar, pa asnjë dyshim. Sot që e po në televizion, mu më kalon për shqipje shumë që jashtëzakonisht që e telefoni, që i tha ka domethënie diplomatike jashtëzakonisht madhe, se Amerika është pas neve, dhe thot vetëm këtë telefoni dhe nuk ka si keni problem. Domethënë, është një fjalë e madhe ajo prej presidentit, se presidenti Trump, presidenti Trump është i drejtpës drejt, nuk ka diplomaci kështu, pa di të. Domethënë, është fakt që thot që unë jam pas juve,